ka një koalicion, le ta quajmë kështu, një bashkëpunim ushtarak mes Shqipërisë, Kosovës edhe Kroacisë. Kjo e rrit akoma më shumë sigurinë në Ballkanin tonë të trazuar. Është kjo një sinjal që kemi rrezik nga Serbia, si e shikoni ju? Në fakt, fillimisht duhet të riflektoj faktin që kjo iniciativë dhe kjo aleancë është bërë me bekimin e NATO-s, me bekimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për qëllim ka mbrojtjen dhe në asnjë mënyrë nuk ka qëllim për të rrezikuar një shtet tjetër, sikurse kemi pas deklaratën nga Beogradi zyrtar. Situatat e fundit të krijuar në glob dhe çështjet që lidhen me ngarkimet e përbashkëta mes shtetësh sa i përket sigurisë, kjo iniciativë e cila ishte ardhur fillimisht nga Zagrebi zyrtar e më pas është mbështetur nga Tirana dhe Prishtina, janë, mund të themi, një lajm i mirë dhe një veprim i mirë sa i përket sigurisë për gradishullin ballkanik.